Kryeministri Edi Rama mblodhi të gjithë kryebashkiakët e Shqipërisë për të diskutuar mbi paketën e maleve, një ligj që synon nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në zonat malore të vendit. Rama nuk i kurseu kritikën ndaj kryetarëve të bashkive, të cilët siç tha janë shumë vonë me dorëzimin e hartave me zonat prioritare, ku mund të aplikohet paketa, ndërsa theksoi se 500 personat e parë që do shfaqin interes për të investuar nuk do të paguajnë asnjë taks për 10 vjet. Por duhet ngrini një task force në çdo bashki. Një task force me 3 persona që të ndjekin këmba këmbës dhe t'i rrim pronto njerëzve që bëjnë shprehjen e interesit. Që t'ja u shpjegojnë, që t'i nxisin, që t'ja u lehtësojnë procesin, sepse siç e tha ministrja, 500 parët që do marrin kontratën 10 vjet nuk do paguajnë asnjë lloj takse. 10 vjet. Asnjë lloj tatimi. Por duhet i ndihmoni që të jenë të 500 parët, nëse ata e kanë shprehur interesin. Duhet i rini pronto. Ministri i Pushtetit Vendor, siç e thash edhe në fjalën përpara asamblesë, po përgatit atë draftin për të përcaktuar grantin sipas performancës, ndërkohë që ministrja po përgatit edhe ato dy kritere që do të vlejnë qoftë për ministrit, qoftë për institucionet e pushtetit qendror, qoftë edhe për bashkitë. Kriteri i parë, sa do kontribosh në rritjen ekonomike të vendit.